Pas krijimit të radhëve të gjata në pritje, gjatë 2 ditëve të fundit në pikën e kalimit kufitar të Kapshticës, tashmë situata është normalizuar. Në palën shqiptare është duke u punuar me 3 sportele në hyrje dhe 3 sportele në dalje. Burimet zyrtare nga Drejtoria e Kufirit dhe Migracionit bëjnë me dije se gjatë 24 orëve të fundit, në këtë pikë doganore janë regjistruar 4.903 shtetas në hyrje të shtetit shqiptar, ndërsa drejt shtetit grek kanë udhëtuar 8.062 shtetas. Sa i takon mjeteve, kanë hyrë drejt shtetit shqiptar 1.437 mjete, ndërsa në dalje janë regjistruar 3.159. Udhëtarët janë shprehur se nuk i është dashur të presin në radhë për të kaluar kufirin, ndërsa thonë se vinë çdo vit për Pashk për t'i kaluar pranë familjarëve. Keni pritur shumë në dogan? Jo. S'ka pasur radhë? Jo. Pritur gjatë në dogan? Sot jo. Po kur erdhët? Po. Ishit për Pashk në Shqipëri? Po. Sa ditë qëndruat? 4 ditë. Ka pasur radhë në dogan, si ka qenë situata? Dëgjosh që kishte, po unë me shikoj. Jo, kur keni ardhur? Pati shumë? Jo, nuk ishte. Nuk keni pritur? Nuk kemi pritur. Zofta ishim me fat. Mbrëmjen e djeshme ka pasur fluks të lartë kalimesh, çka ka sjell krijimin e radhëve të gjata në pritje, e për këtë drejtuesit e policisë kufitare në Kapshticë bën një takim me homologët grek, me qëllim që dhe ata të shtonin sportelet dhe u punua me kapacitete maksimale.